po këto 3 pikë i meritonim. Po vjen fundi i kampionatit dhe ishin shumë të rëndësishme për vazhdimësimin e ekipit. Në fakt janë 3 pikë që tashmë e bëjnë luftën për vjetës edhe më të fortë, 27, 26, 24. Po pra, siç e thashë më parë, këto 3 pikë na japin besim për vazhdimsinë që të arrim objektivin që kemi. Favorizoj kartoni kuq flamurtarit? Normalisht, sepse vllaznia për mendimin tim dhe të stafit tim, siç e kishim parë gjatë javës, janë ekipi i momentit, ekipi më i mirë që po dominon këtë vit Superligën shqiptare dhe është një fitore e merituar. Shumë shpejt Elbasani të shtonë. Po përsëri ndeshje shumë e fortë në Superligën shqiptare, nuk ka asnjë ndeshje të thjeshtë edhe do përgatisim për të marrë 3 pikë të tjera. Faleminderit.